more politike, raporti politik sot I tillë është. E di pse e di o Sokol, po ja, se kishte ndërhyrje Erioni dhe pastaj. Për të dhënë disa detaje dhe biles ta dërgova. Për sa I përket projekt ligjit, ajo që parashikohet dhe për ta specifikuar, por edhe për qytetarët, për ta kuptuar më saktë është se kategoritë e referendumeve janë të ndryshme. Pikë së pari mund të jenë kushtetuese, mund të jenë edhe referendume të përgjithshme, por mund të jenë edhe referendume vendore. Gjithë secili për këtyre ndryshon. Njëkohësisht duhet saktësuar se llojet e referendumeve janë të ndara, për shembull, mund të jenë për shfuqizimin e një ligji, mund të jenë për ratifikimin e një ligji të rëndësisë veçantë. Mund të jenë referendume vendore që kërkohen nga zgjedhës të regjistruar në listat e zgjedhësve të një bashkie të caktuar. Pra, specifikisht për ata. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, që përmenda unë është ajo konsultative që shërben për çështje të caktuar. Për shembull, referendumi për një çështje të caktuar është gjithmonë referendum konsultativ. Dhe është ai lloj referendumi që haset më shpesh, është ai referendum që kërkon Ju po thoni që do të krisni shqiptarët në votime, shqiptarët japin një vendim dhe ju do thoni nuk do bëj kështu si thonë shqiptarët, po do bëj ndryshe. Jo, ky është qëllimi që ti dëgjosh popullin në mënyrë drejt për drejt të jap. Më doli në shteg Erionit. Jo, të përmenda unë po të lexoj projekt ligjin. Tekste jo. Eksakt pra, bazuar aty pra po them. Mua më ngjan kjo Erion se ti je në drejtën tënde. Je deputet, je ligjvënës, je në rregull. Ne kemi detyrën pastaj të dyshojmë, të analizojmë, të ngacmojmë me kështu me radhë. Ta marrim vesh ku? Po, pra Sokol, mua më duket sikur ky instrument që papritur pa kujtuar pas 35 vitesh kujtohet politika në këtë rast mazhoranca që ta përdor, më duket një instrument për të legjitimuar vendimet caktuara politike. Të tipit? Pra, në qoftë se Rama do të bëjë një ndryshim X që kërkon 84 apo kudo, në kod procedure penale, në kod penal, në kushtetut, në ligjin e pushtetit vendor, në çfarë duash ti, ai I fut një nga ato që sa Erioni tani, I fut një referendum atje, pra e legjitimon me publikun, pra në debatin e thua. Patjetër, po e di si e bën referendumin ai. Mendoj unë tani, se do bëjmë pak intrik, diabolizëm. Ai e sondazhon përpara, e sheh që këta e bëjnë gjithë. Po, patjetër, e sheh që kjo çështje. Nuk mendoj që Meloni se ka bërë sondazh, nuk ka menduar referendumin. Por Rama I ka më të mirë sondazhe, do thuash. Jo, nuk e di, por edhe Meloni. Edhe dështon, po them që Rama mendoj se ato çështje të cilat janë delikate, kërkojnë një legjitimitet publik, mbështetje referendum, dhe nuk ka si të keqe këtu, ato ai do I hedhi, eksaktësisht, ai do I hedhi atje dhe do ju thot shqiptarëve, do ju thot opozitarëve, do ju thot gjermanëve, do ju thot europianëve, që populli shqiptar mendon kështu zotri. Nuk po e bën Edi Rama me 83. Ti thua që Rama do bëjë referendum kundër Europës? Jo kundër Europës, në qoftë se do të bëjë një ndërhyrje X. Për cilën për një arsye X, Gjermanët thonë e duam ne Porto-Romanën dhe do të godasim në qoftë se bën këtë veprimin. Rama thot... Jo, shiko, është normal. Shiko tani, asnjë ndryshim sot që flasim, në këto çështje të rëndësishme. Pse nuk ka politik pa ekonomi, Asnjë ndryshim, jam dakord. Asnjë ndryshim në këto çështje të rëndësishme nuk bëhet pa u konsultuar sot me Bashkimin Evropian. Domethënë, ne kemi patur raste kur ne kemi bërë një projekt ligj. Keni bërë dhe ndryshme që ka sugjeruar Bashkimi. Një sekond, kemi bërë një projekt ligj. Dhe keni bërë mirë. Sipas udhëzimit, fjalë për fjalë, gërm për gërm, edhe presje nga Bashkimi Evropian, ditën e fundit na kanë thënë, shiko, duhet ndruar vetëm kjo fjala, dhe ne jemi detyruar, kemi bërë amendament direkt në seancë plenare, pra e kemi përshtat eksaktësisht amnistin fiskale, për shembull, që Bashkimi Evropian nuk ju adeshti, ju e bët. Dhe mirë bët, se e bëjnë vetë ata, po neve na thonë mos e bëni. E kupton? E bën Italia, e bën Greqia, e bëjnë ata, po ne na thonë, jo, ju zguxoni ta bëni. E kupton? Mirë keni bërë. Është saktuar me ligj pastaj se referendumet nuk lejohen për disa çështje të caktuara, siç janë tërësia territoriale, që nuk mund bësh të referendum për këtë, kufizim lirie, drejta themelore, buxhet, taksa, detyrimet financiare të shtetit, vendosje ose heqje e gjendjes së jashtëzakonshme, deklarimi I luftës ose paqes dhe amnisti. Dhe referendumi... Valerion, kjo është sondazhi I dytë. Pa kaluar 3 vjet ka referendumi I dytë që po bën Rama Sokol. Në qoftë se ju kujtohet, para pak vitesh ka bërë një lloj referendumi që çoi letrat në shtëpia që e plotësuan shqiptarët.
Dhe Rama politikisht e ka trajtuar atë, bëri pra shpërndau në përgjithë shtëpiat tona disa formular që njerëzit i plotësonin dhe thoshte për çështjen e kësaj gjëje. Jo, e ka thënë atëherë për këtë historinë e Hashashit për shembull. Ai bëhet me konsultim me pritjet. E tjera me radhë. Dhe Rama tha ky është një referendum. Dhe atë argument, ato shifra të atij anketimi dua të them, dhe ishte shtetëror, nuk ishte partjak. Ai ka përdorur si narrativ dhe si kalë beteje për muaj të tërë. Thoshte prit se shqiptarët, ja, 60% mendojnë kështu. Dhe unë të them, nisur nga historia... Pak më komplikuar se ka s'këllekse. Albatore, e disë në duket se të bëjmë se me që ti tje nga Kosovë. Me thënë vërtetë, një keni kulturë që më liberale sa përket votimit. Tute ne, politikanët nuk kanë shumë guxim të afusin vëndin zgjedhje. Në Kosovë kanë të tepruar guximin për zgjedhjet parakohshme, bënë nga 4 palë zgjedhje në vit. E tepruar dhe ajo. Po në çdo rast, mua më pëlqen kur njerëzit votojnë. Këtu tek ne, një nga arsyet pse ne flasim dhe diskutojmë me skepticizëm është një se sigurisht mendojmë, kemi të teoritë konspirative, mendojmë që ka gjithmonë një agjendë politike të fshetë nga mbrapa, po unë them thelbi është sepse ne na kanë çmësuar me idenë që në fund fare jemi në demokraci ku vota flet e parë, njeriu flet i parë, sovrani flet i parë. Një digresion të vogël mbasi e përmend në Kosovë. Në Kosova i bën këto akrobacione sepse ne jemi pengi 20 vendeve në parlament, 20 mandateve që janë jo demokratike, edhe i kemi si, domethënë si një mish i keq që gjithçka bllokon, edhe duhet gjetë mënyra të shkojnë përreth tyre. Shqipëria fatmirësisht nuk e ka atë. Tash Tur Shqipëri është kriju një ide që nëse vjen diçka nga pushteti, duhet jetë domosdoshmërisht, patjetër duhet jetë diçka e keq. Unë sigur të isha opozit tani, ta këshilloja është mikun tanë Sali Berishën, unë do i thoja pranoje këtë gjë. Pse? Idhullim i jetës, po. Sepse të votosh për PS-n apo për PD-n, ku njerëzit kanë emocione tjera, që në Shqipëri ka njerëz që mendojnë që ka 70 vite janë pushtet, që bëj 45-ës, me një ndërprerje të vogël. Edhe tash Shqipëria është e kuqe, në kuptimin ideologjik. Edhe tash ty të vjetë, por të votosh për një çështje specifike. Ti ku ta gjesh? Ku ta gjesh? Edhe tash për një çështje specifike që njerëzit e votojnë, për shembull Edi Ramën si udhëhes Partisë Socialiste, por ja kanë inat, i njëjti njeri ja ka inat për një çështje tjetër. Sepse lidhet direkt me interesin tim personal. Lidhet me interesin e tij. Një hec atje, një rruga. Edhe tash, ku e gjen ti që ta jep ty një mekanizëm të tillë, demokraci që ti thosh, është forma më drejt për drejtë. Thosh që zotëria nuk e ka legjitimitet të udhëheq. Edhe unë them që pavarësisht kushdo që ja ka fut këtë ide Ramës në kokë, nuk ja do të mirë. Edhe nuk ja do të mirë. Nuk ja do të mirë. Kushdo që ja ka fut këtë ide. Prandaj them unë që ai e ka menduar mirë. Nuk ja do të mirë sepse kjo është shumë problematike. Në long run po kam drejtë. Në short run nuk e di. Në long run po ke drejtë që doan se njerëzit kanë varet të stipohet fushata. Për shembull, nëse ti del dhe thua i bin shqiptarët që ky farë referendumi është për interesin e Taulantit, Edit, Sokolit, ati, këti, kjo ndryshon muhabetin. Cila është pika e fortë e Ramës? Ndryshon muhabetin, pi ballafaqimit. Cila është pika e fortë e Ramës? Ta i luan me pikat e forta Sokolit. Pika më e fortë e Ramës, dhe në fushat dhe ne kemi parë, është që ai udhëheq agjendën dhe është arti i bindjes. Pra, retorika. Dhe sigurisht që ai beson te kjo pikë ti e fortë. Edhe për njerëzit, votohet edhe për kandidat. A këtu votohet për një njeri? Jo vetëm kaq, po ka se ti e kthe referendumin ka drejt Albatros, se e kthe referendumin personal. E këtu i them 94-s. Po. E di Beni. Në 94, Sali Berisha, jo vetëm që ishte i pa diskutueshëm politikisht në opinion qërë, ne që ishim PD, i dinim fërkimet që ishin filluar midis grupe parlamentare qeverisë dhe partisë, i dinim, Azemi shkretor se ka 3 PD, të kujtohet. Ka një parti, ka një seli, një kuvend dhe një qeveri. Dhe kishte drejt dhe u provu ashtu. Por në opinionin e gjërë publik, Sali Berisha ishte i pa diskutueshëm në kotat e tij politike. Dhe ai referendum ishte fillimi i deklinit ti. Po, por... Pra, ideja është sa dhe e patrosi. Unë pash sondazhin tënd mbrëm. Sondazhi yt ishte... Për politike, mos e nga të rrë. Ishte 22%. Pa tjetër. Po e ke pash për organizimi ka bërë Edi Rama, apo jo? Po pa tjetër, por është për parti politike. Kur vjen puna të referendumi, po dhe jo, për një çështje... Je sakt,
Por, çfarë ka bërë Edi Rama? Aty ku është Dhe pastaj hajde interpretoje ti që është për një çështje apo është për një qeveri. Sakt, por Rama po përpiqet dhe prandaj ka filluar punë herët që aty ku është 1/3 e Shqipërisë dhe në qarqet më të rëndësishme, ai ka blinduar me drejtuesit politik. Duke filluar nga Tirana në Fiere, duke dalë Gjirokastër e ku duashti. Pra ai po punon që këtë masën që thua ti që mund të mendoj dhe ndryshe edhe pse voton majtas për një çështje, ai ta mbërthej me tentakulat e strukturës. Se kanë njerëz më të mëdhej se më të fuqishëm se Rama kanë dështuar në eksperimente të tilla. Se një Partinë Socialiste ti jo. Jo, për shoku, besoj që e njoh mirë. Se një E njoh mirë, mendoj që e njoh. Valla ai është akoma brenda familjes, e ke njërin që shkon dhe Nëse unë jam gjithmonë Kur kanë dalë shqiptarët 94 në 2 vjet pas rrahjes komunizmit kundër Sali Berishës, tregon që populli shqiptar kur ta merr inat për një çështje si çdo popull, domethënë nuk ta fal. Si çdo rrezik i madh, si çdo popull. Bën vetëm një hap përpara për çështjen e referendumit. Dhe filluan aludimet që në momentin kur bën prezantimin. Madje shumica e pyetjeve kishte të bënte me a do kemi ne një propozim për numrin e deputetëve në kuvend, apo çështjet ngjashme që janë të rëndësishme apo që tërheqin vëmendjen. Tani, ndërkohë që ndrimi ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe shumë i qartë. Për shembull, ne janë disa nga ne që mendojnë që po, kuvendi ndoshta mund të ketë dhe duhet të ketë një numër më të paktë përfaqësuesish, për shumë arsye. Ka të tjerë, opozita e ka shprehur edhe në mos gaboj që do të ishte. Unë do i votoja kundër për shumë. Patjetër, secili ka vendin e tij. Jo sepse aty nuk ka deputet që s'duhet të jenë fare në atë parlament. Pra kjo është. Por ti në momentin që ti shkon drejt procesit integrimit, parimet e Kopenhagen, hapja e sistemit politik dhe ti mbyll numrin e deputetëve, unë do të votoja e parë kundër. Për shembull, Ky është i mendim